Mirë, po nuk është si akuzon të kush për, si thuash, për manipulime, për regjime, etj. Pra nuk është kjo indikatori që duhet të shohim neve, pra kohëzgjatja në pushtet. Ama duhet të mbajmë parasysh një gjë që gjithsesi pushteti konsumon, gjithsesi pushteti i bën njerëzit cinik, gjithsesi pushteti mund të korruptoj në një farë mënyre. Dhe këto janë gjëra që duhet i mbajmë parasysh. Kjo pastaj varet nga vendi në vend. Ka kultura të ndryshme, ka vende me tradita të ndryshme. Shqipëria për shembull mund të jetë më e prekur nga fenomenet korruptive sesa Gjermania apo ndoshta edhe Hungaria, për shembull. Pra nuk është rasti prerë. Megjithatë në Shqipëri, opozita e thekson vazhdimisht nevojën për ndryshim, ndoshta atë që ju deri tani ose ne po cekim, se çfarë të shfaq ndryshe, por ku është problemi sipas juaj zoti Mile, që e ka të vështirë të dalë përtej asaj se çfarë ndoshta vazhdimisht ka thënë kundrejt individit, kundrejt partisë dhe nuk shfaq një ide tjetër se prit. Çfarë do i duhet Shqipërisë nesër, pra për të ardhmen? Përse mungon kjo, mendoni ju? Po të shohim, sidomos aksionet e Partisë Demokratike si forca më e madhe e opozitës shqiptare, sepse fundja partitë e tjera luftojnë ndryshe me çka kanë paron. Për shembull, Partia Mundësia e zotit Sheaj ka një qasje dhe aksion politik krejt tjetër nga i Partisë Demokratike. Por është diskutim që mund ta bëjmë kur të flasim për të. Por Partia Demokratike, për shembull, ka bërë një numër protestash. Protesta kundër Ramës, me moton Ramaik në një farë mënyre. Problemi i këtij aksioni, revolta, protesta, sido që ta quajmë, kryengritje paqësore etj, se ka emërtime ndryshme që janë vendosur. Problemi është që e para Ramaik nuk është strategji. Thuaç Ramaik nuk e thënë ndonjë gjë të madhe. Rama me vullnetin e vet s'ka pse të iki para punës. E dyta, këto janë protesta dhe aksione, si thuaç, të cilat mobilizojnë emocion, në një farë mënyre i japin një lloj energjie konfliktuale atyre që dalin në protest. Si një simacën. Po, por nga ana tjetër çështja është këtu. Krijohet një lloj krize, po themi, ose mini krize nga protestat, duke thënë që okay, gjërat janë në rregull. Mirë, po pastaj Rama ka shumë kollaj që të marrin në dorë narrativën dhe agjendën. Nëpërmjet mediave, të vendosë për çfarë do flitet, si do flitet, çfarë kuptimi kishte gjithë kjo, etj. Pra, këtë betejë pastaj fiton gjithmonë Rama deri tani.